A je lodhur? A ndjen mërzi, dëshpërim dhe lodhje për fëmijët e tu? A friksohesh për udhëzimin e tyre? A ndihesh ndonjëherë sikur po përpiqesh me gjithë zemër, por sërish nuk po bën mjaftueshëm? Ti që je nën, që sakrifikon çdo ditë, që ndonjëherë ndihesh e lodhur mes ëndrave të tua dhe realitetit të përditshëm, dua të them, je duke bërë një punë të madhe, edhe kur askush nuk të duartroket. Çfarë nëse çdo lodhje që ndjen sot është shkak për të parë frytet e tua nesër? Çfarë nëse çdo lodhje që derdh është një arsye për të fituar mëshirën e Allahut? Çfarë nëse çdo përpjekje që bën për fëmijët e tu po ndërton ura drejt xhenetit? Mos haro, ti je kështjella e parë ku fëmijët kërkojnë mbrojtje, dashuri dhe udhëzim. Ti nuk je vetëm nën. Je mësuese, udhërrëfyese dhe pasqyrë e karakterit që ata do të ndërtojnë. Profeti sallallahu alaihi selam ka thënë, secili prej jush është një bari dhe është përgjegjës për kopën e tij. Ky kujtim na jep forcë. Sepse çdo fjalë që u themi, çdo vlerë që mbjellim, çdo përqafim, është një hap drejt ndërtimit të një brezi që trashëgon mirësi, dashuri dhe besim. Po, jeta është e lodhshme. Ka ditë që s'kemi energji as për të folur. Ka momente kur fëmijët na sprovojnë. Por në këtë rrugëtim nuk jemi vetëm. Allahu i di sakrificat tona, edhe ato që nuk i sheh askush. Mos haro, edukimi i fëmijëve është një formë adhurimi. Dhe çdo hap që bën në këtë udhëtim është i shkruar në librin e shpërblimeve të Allahut. Nëse edhe ti ndihesh ndonjëherë e lodhur, dije se nuk je e vetme. Kemi nevojë për njëra tjetrën, për fjalë që motivojnë, për ide që na fuqizojnë dhe për hapësira ku nënat ndajnë dashurinë dhe përkushtimin e tyre. Bashkohu me ne në Amras Creativity, një hapësirë për edukat, dashuri dhe besim. Këtu do të gjesh mbështetje, materiale edukative për fëmijët dhe frymëzim për të mos humbur shpresën në këtë rrugëtim të bekuar.